Benita është kthyer në figurën më të komentuar të momentit në Big Brother VIP Kosova. Teksa dinamika e saj me dy banorët, Tonin dhe Klodin, po krijon tension dhe kurreshtje të vazhdueshme. Ditët e fundit Benita ka treguar një afrimitet të shtuar me Tonin, i cili në mënyrë të hapur ka shprehur pëlqimin për të. Pamjet e tyre pranë njëri tjetrit kanë ndezur dyshimet se mes tyre mund të lindë diçka më shumë se sa shoqëri. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Por ndërkohë në shtëpi po qarkullojnë edhe zëra për një pëlqim të mundshëm të Benitës ndaj Klodit, duke e kthyer këtë situatë në trekëndshën më intrigues të edicionit. Megjithatë, Benita ka vendosur të shuaj çdo thashëthem të paktën për momentin. Ajo është shprehur qartë, të dy i kam shok. Drama sapo ka marrë formë dhe trekëndshi Benita Toni Klodi pritet të jetë një nga zhvillimet më të nxehta të javës.